Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer pas ditën e sotme në zonën e bimësisë dhe shkurreve në Zvernec, një prej zonave periferike të qytetit të Vlorës. Për shkak të temperaturave të larta dhe erës së fortë që po fryjnë në këtë pjesë, flakët u përhapën me shpejtësi duke rrezikuar në mënyrë serioze disa banesa dhe prona të vendosura afër zonës së zjarrit. Në vendngjarje kanë vritur menjëherë forca zjarrfikse, të cilat kanë dërguar 3 automjete zjarrfikse dhe kanë punuar me intensitet për izolimin e vatrave dhe frenimin e përhapjes së flakëve. Për shkak të terrenit të vështirë dhe nevojës për ujë të mjaftueshëm në operacion është angazhuar dhe një automjet i ujësjellësit që furnizon forcat në terren me ujë të freskët. Banorët të zonës alarmuar nga rreziku për banesat e tyre kanë dalë në ndihmë të zjarrfiksëve duke përdorur mjete rrethanore për të ndihmuar në shuarjen e flakëve. Ky bashkëpunim është thelbësor për të parandaluar dëmet më të mëdha materiale dhe për të mbrojtur komunitetin vendas. Ndërkohë, shkaqjet e zjarrit nuk janë përcaktuar ende zyrtarisht, por dyshohet që mund të ketë qenë një zjarrvënie e qëllimshme, fenomeni i cili ka ndodhur shpesh në zonat bregdetare dhe pyjore të jugut gjatë ditëve të fundit. Autoritetet lokale kanë nisur hetimet për të zbuluar nëse ka pasur ndërhyrje të qëllimshme apo janë shkaktuar nga shkaqe natyrore apo pakujdesia. Emergjenca civile dhe institucionet përgjegjëse kanë bërë thirrje urgjente për kujdes maksimal, duke lutur qytetarët që të mos ndërmarrin veprime të papërgjegjshme që mund të përkeqësojnë situatën dhe të njoftojnë menjëherë autoritetet në rast shfaqjeje të flakëve të reja. Për momentin situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa forcat e emergjencës vazhdojnë punën e tyre për shuarjen përfundimtare të zjarrit dhe për të siguruar që banesa dhe banorët të jenë të mbrojtur.